muslimanët e ardhur nga Meka tanin Medinë, bia ime po I gëzonin frytet e lirisë. Muhamedi për të gjithë muslimanët, por edhe vendasit, sillej njësoj. Bisedoj me radhë me të gjithë banorët e Medinës, sepse ai dëshironte një mirëkuptim të përgjithshëm në mënyrë që këta të jetonin si vëllezër. Dijej se në Medinë kishte një numër që kishin pranuar Islamin, po kishte edhe fe të tjera. Mirë po, pejgamberi thirri kryetar të grupeve tjera dhe ju tha se të gjithë do t'jojmë bashkarisht këtu në Medinë dhe do të zhvillojmë qytetin, pa marrë parasysh cilës fe I takojmë. Kjo ishte një prej shenjave se Muhamedi kishte vuajtur shumë në Mekë, nga dhuna, nga persekutimet e ndryshme, nga vrasjet që ishin bërë njerëzve që kishin pranuar Islamin, kështu që ai tani donte mirëkuptim me gjithë banorët, pa marrë parasysh cilës fe I takoni. Edhe flitet se ai bashkë me prjestarët e jahudive u ulën dhe krijuan një traktat miqësie, të cilën ai kishte dëshirë t'ua lexonte në mënyrë që ta nënshkruanin edhe ata dhe ta përfillnin që mos nesër pra, mos kishte konflikte. Ky ishte qëllimi se feja islame nuk don konflikt dhe feja islame don pastësisht të pranohet ose do të thotë tjetri ta zhvilloj I lirë fenë e vet. Ky ishte pra edhe njëri prej traktateve që ai u lexoi gjithë medinasve aty ishte se gjendja e paqes dhe luftës është njësoj për gjithë. Kështu që hebrejt cilët janë në shtetin tonë do të mbrohen nga fyrjet, nga persekutimet, ata do të kenë njësoj të drejta si gjithë populli. Kështu që ne do të banojmë bashkë me ju Medinë, edhe do të afërmojmë bashkë një shtet I cili frytet e lirisë, ekonominë, gjendjen shoqërore do ta zhvillojmë bashkarisht. Do të thotë aleatet e secilës parë do të respektohen nga pala tjetër. Të gjithë muslimanët, po edhe hebrejt, duhet t'i urrejnë ligat. Duhet pra bashkarisht t'i zgjedhin të gjitha problemet e tyre dhe nëse hasim në ndonjë konflikt, pra secila palë do të vijë te Muhamedi dhe aty do të zgjidhet çështja. Pra Muhamedi këtu tregohet një burr shtetas, vërtet njësoj për gjithë, s'ka në shtetet tjera të Azis atëherë nuk ishte e zakonshme, sepse ai nuk e quajti veten mbret, po profet I cili do të veproj për të gjitha fetë njësoj. Kryetari të foltores së zjarrit
Pejgamberi bia ime i tha se ne kemi ardhur këto dhe bashkarisht kam biseduar edhe me hebrejët, po bisedoj edhe me ty, se pasuria juj, qoftë ajo në qytet, Medinë, qoftë në Kodra, ajo është e juja dhe askush nuk ka të drejtë në pronat tuaja. Ju pra jeni të lirë, po ne megjithatë kemi njerëz që merren me tregtinë dhe tregtinë do ta zhvillojmë bashkarisht, sepse mekasit pra kanë qenë tregtar të njohur për ato vite në Arabi, në Persi edhe në vende tjera. Muhamedi i bashkoi edhe dy fise që i kishte takuar dikur në Qabe, fisin Hasraj dhe fisin Aus. Edhe jo vetëm që i bashkoi, por ju tha që nga sot ju jeni vëllezër. Ju jeni vëllezër se keni pranuar Islamin dhe se konditat e Islamit janë që ne të gjithë të jetojmë, të punojmë si vëllezër. Kjo pra, edhe kjo e shton e vlerën e madhe të Muhamedit si burr shtetas në Medinë, që gjithë e kanë majt fenë e tyre, të gjithë ju kanë përmbajt zotrave të tyre pa e penguar në veprimet e tjetrit. Bile flitet se Muhamedi ju ka thonë muslimanëve se nëse hasni edhe në kryqe, edhe në shenjat e tjera të krishtera, ne kemi paqë me të gjithë, me secilin e fqi, me secilin fe, kështu që nuk duhet të në përkëmbën as kryqet, as shenjat e feve tjera, sepse edhe ata janë zëtuar se ne nuk do të na pengojnë në majtjen e fesë tonë muslimane, kështu që tash ishin ditë ku ati kishin zbrita jetët e shumëta dhe tash veç kishte filluar edhe të boheshin ajetet e Kuranit edhe qoftë Ebu Bekri, po edhe njerëzit tjerë t'i mësonin dhe të dinin përmendsh. Është një veti e Mekasve që dihet se në atë periudhë ata njëherë kur e kanë dëgju një fjalë, ata e kanë majt në mend. Do të thotë, kjo ka qenë një veti që Kurani është rujt, fjala e Allahut është rujt, dhe kjo është merit e Muhamedit, sepse Medinën tash e ka si vendlindje të dytë. Pra, të gjithë këta bashkarisht ka jetuar si vëllezër. Baba, të premtoj se të gjithë do t'i duan njësoj. Bia ime, merit kryesore që duhet të mësohet edhe në shkolla fetare, është që ne njerëzit t'i duam njësoj. Pra, të lumt dhe të përgëzoj për këto fjalë që po mi thua dhe po mbind se dita ditës do të bësh një vajzë mençur, e ditur dhe mësimet do t'i transmetosh të shokët dhe shoqet tuaja. Zotin ndihmoft. Pra, bia ime, edhe këtu, sonte po pushojmë pak dhe nesër vazhdojmë me tërgimin tjetër. Natën e mirë e Zotit rujt. Natën e mirë, baba.
natën e mirë. Hej, bia ime. Ka që vogël, e ka që ditur. Kjo është mrekullia e Allahut.